Kush përfiton? Përfiton. Tani, konkretisht paqja fiskale, për të lidhur në marrëveshjen e paqes fiskale me shtetin, duhet të jesh një biznes i madh me të ardhura mbi 140 milion lek të vjetra në vit. Në këto moment, unë lidh një marrëveshje me shtetin që do të paguaj tatim fitimin tim, por të llogaritur mbi një marsh fitimi 18% më të lartë, dhe në qoftë se tatimi i llogaritur është më i madh se tatimi që kam para paguar, këtë pjesë të mbetur shteti do ma tatoj 5%. Pra në thelb, shteti nuk është se bën diferencë nga një biznes i madh apo korporat që nuk do lidh marrëveshje në tatim fitim. 23% mbetet norma e tatim fitimit, por ai të favorizon që për një vit ti nuk do të bëj asnjë lloj kontrolli. Në qoftë se ti e rinovon, sepse ke të drejta rinovosh deri në 2 herë, i bëhet 3 vjet rresht që ty nuk të bën kontrolle administrative.